famshme, me atë famshme. Dhe këto të tjerat, sigurisht të kanë paka shumë të njëjtat, janë të panjohura. janë më pak të njohura për ne. Janë të panjohura në tregun evropian perëndimor, sepse janë platforma që operojnë gjerësisht në tregun aziatik, i cili mban gjysmën e popullsisë botërore. Por që ka një lloj gepi kulturor, nuk përdoret shumë TikToku andej, se përdoret një gjë tjetër, këtu përdoret TikToku. Problemi është këtu. Ai zgjidh TikToku fenomenin e mosvrasjes midis adoleshentëve. Ose dhunës të përshfaqur mes tyre. Ose dhunës të përshfaqur. Kemi parë pamje dhe video të përbindshme të një monstre 16 vjeçar që shkonte te zysha vet, e godiste me banane dhe e bullizonte. Kemi parë një monster tjetër 16 vjeçar, 17 vjeçar te shkolla Fanoli ku ndodhi vrasja famkeqe e djalit vogël ndjes past, që thoshte ç'po më duhet mua se ç'a ndodh këtu. Apo tek ajo vajza e shkret që na ka bërë gjithëve fajtor për vdekjen e saj, për vetvrasjen e saj, sepse vetëm bullizoi dhe shoqëria ishte akute. Sepse jemi shumë të zënë me Big Brotherin, jemi shumë të zënë çapo ndodh atje brenda te histeria kolektive. Dhe dalin njerëz që thonë, mua nuk më intereson fare, nuk ndihem fare, unë i kërcënuar, e donte vetë ajo. Pra, nëse ky do të bëjë një politik bllokuese, le të bllokojë funderinat që kanë kapur sistemin dhe të japi përparësi arsimit. Mos tuli mesataren të dali e viskushi, kemi bërë një arritje historike që kemi ulur mesataren e pranimit për pedagogjike në 6.5, sepse unë, një baba i arshëm, nuk lejoj në botë që fëmia im të edukohet nga edukatore apo një zysh që ka mesataren 6.5. Mesatare duhet jetë mbi 9, minimumi mbi 9, që ata 50 mësuesi do dalin në vit të jenë super të mirë paguar me super dinjitet. Nëse do merremi me pisliqe, unë mbyll TikToku, unë mbyll B365, bërë pak para se të hynin në emision e pyeta inxhinierin e respektuar, u bë një lloj mbyllja si 365 bede, që të gjithë kishin të bllokuar në telefon, por mjafton të shkarkojnë një VPN, 4 njishat dhe ti e hape dhe luaj bigjoz. Pra, neve sulmuam faqen e B365. Po jo fenomenin. Po nuk sulmuam fenomenin dhe bigjozin, atë që për cilën u mbyll ajo faqe. Dhe këtu, do ta shohim, Snapchati vazhdon akoma. Snapchati është ti fshin mesazhet, Unë se kam përdorur, s'kam për ta përdorur një herë sepse nuk është tagrim, unë nuk kam shoqëri të tillë që të flas me njerëz të panjohur, me mesazhe, je ti takohemi këtu apo atje. Por prandaj përdoret më së shumti nga adoleshentët. Për aq kohë sa adoleshentët kanë Snapchatin, apo TikTokun apo Facebookun, e keqja ndodh kudo, e keqja ndodh në shtëpi. Edhe pa TikTok e pa gjitha, ka njerëz të smur mendor që janë sederlinj, më pa shtrëmt, janë nguli thikën, mbarove. Problemi është si do parandalojmë fenomenin. Dhe kjo lloj qeverie, jo vetëm që nuk e ka parandaluar fenomenin, po tani po përdor parandalimin hipotetik të fenomeneve për të hequr vëmendjen nga skarcimi dhe nga vjedhja, mashtrimi masiv i buxhetit të shtetit. Sot që neve flasim, vazhdon të vidhet. Unë sa të vinë News24, sado që të dalë në podcastin tim, kudo që do vete, momentin që neve bëjmë një diskutim, neve dikush është duke vjedhur. Kush foli për djegjen e te bashkia? Kemi incinerator ne? Apo i pas kemi në bashki? Pra, doli ty mi zi, thash, nuk që ka zgjedhur akoma papa. Se duhet dilte ty mi bardhi zi dhe papa. Pra, digjen dokumentet në bashki. Mbushen arkivat para bashkisë në sytë të tërë njerëzve fut protokollet e tenderave, sepse duhet me fshi... U sqarua jo ngjarja nga Bashkia e Tiranës, u tha që dokumentacioni po lëvizej me makinë drejt arkivës së këtij institucioni. Për mua, si qytetar taksapagus, si qytetar i ndershëm, si qytetar që nuk kam kapur asnjëherë me vjedhje, me abuzime fondesh apo me abuzime me studentët e mi, nuk ka shanse të jetë kredibël një administrat bashkie e cila është totalisht e inkriminuar. Neve njohim media, ne të katërt e njohim media, ne dim që çfarë thuhet media është për mesazh publik që qetësojmë masën që mos kaloj kaos. Po ajo në jetë të jetëve nuk është e vërteta, sepse pse duhet të ishte makina poshtë duke transportuar dosjet, kur ndërkohë ishte duke hapur incineratorin në katin ku u martuan 2 gratë nga kryetari i bashkisë në Burg. Tash e kemi lejuar 12 vjet na fyë inteligjencën, miq të nderuar, do ta lejojmë prapë na fyë inteligjencën? Po s'është kjo me na marr për budall pastaj. E kuptoj. Zoti Demiri, si do të mbyllet TikToku dhe a do të mbyllet realisht apo do të bëhet sikur do të mbyllet? Ajo që është e rëndësishme një herë të kuptohet është që kemi pasur një ndryshim në narrativ. Nëse mbani mend para pak muajsh kur u tha që ne do bëjmë një mbyllje, u diskutua pak dhe në largësi me kompaninë TikTok, duke të thënë që këtu bëhet çfarë themi ne, ata kërkonin serime, ne sy japim serime kështu me radhë.
dje mund keni vënë re që me sa duket është reflektuar, pra mendoj që ka pasur persona teknik të cilët kanë dhe këshilluar dhe narrativa që u bë, fjala mbyllje shpesher zëvendësohej me fjalën kufizim. Në gjuhën teknike ka goxha rëndësi ky ndryshimi këtu, sepse bëhet fjalë për kufizimin e aksesit, pra jo mbyllje për kufizim aksesi. Sepse që të thuash një mbyllje në fushën tonë të paktën, bëhet fjalë për një ndërprerje totale dhe pamundësie totale të aksesimit të diçkaje. Pra nuk do të jetë kështu? Të paktën për një vit nuk do të jetë kështu? Nuk do të jetë kështu, në mendimin tim, ashtu se kam pasur mendimin që para 4 muajsh, nëse ne nuk do të ndryshojmë një ditë të bukur dhe do të themi nuk jemi më pjesë e shoqërive demokratike, ku ne lejojmë aksesin në internet dhe mund të bëjmë filtrimet caktuara, duhet pasur këtu duhet kemi parasysh që nuk është gjë e vogël kjo që po ndodh, është hera e parë që po ndodh dhe është hera e parë që po ndodh në një vend evropian. Pra vazhdojmë të jemi shembull i diçkaje, për mirë apo për keq. Këtë herë për mirë apo për keq? Në mendimin tim për keq. Megjithatë, kthim pas në kohë, censur, diktaturë, mbyllja e një medie, mbyllja e një platforme shumë të fuqishme komunikimi, në botë kuptimin tim është gjithmonë censur. Pastaj, pa aty për shfaqet dhunë, pse mos mbyllet? Aty nuk po shfaqet vetëm dhunë dhe mendoj që nuk kemi të bëjmë, kemi të gjithë mbajmë mend historinë jo shumë të largët të dënimeve kolektive. Nuk mendoj pra në botë kuptimin tim që këto dënimet kolektive janë të vlefshme dhe janë të një shoqërie ashtu siç ne pretendojmë që të jemi. Po janë bazuar diku, 65.000 prindër. Ato 65.000 prindër, zënës e kanë kërkuar këtë në takimet me Ramën. Unë thash, unë kam takuar dhe vetë prindër. Dhe është e qartë që në çastin që unë një prindi ose dikush mua të ma serviret që shiko se kjo është e keqja e fëmijës tënd, shiko se ky është rrugaçi i fëmijës tënd, shiko se ky është pra e keqja, sigurisht bile ja thash dhe atyre prindërve është e thjeshtë që ju ta kërkoni fajin diku tjetër. Pra unë gjëja e parë që do bëja do thoja, po, patjetër që nëna e gjithë shijave të mbyllet. Sigurisht këtu pastaj kemi goxha diskutime tjera. E para një që të gjithë paktën për këtë gjë të paktën sa dëgjova, jemi dakord që nuk po adresohet burimi, pra problemi aty ku është në burim, por thjesht ne po shikojmë diçka të fundit dhe po e adresojmë aty, gjë që pastaj fillon të jep dhe të kuptosh që përderisa nuk po adresohet problemi aty në burim, atëherë për çfarë po bëhet, pra është e qartë diskutimi, dhe dyta duhet kemi parasysh që është një precedent shumë negativ. Është një precedent shumë negativ për një vend, pra jep një vendi Tagrin, na jep në një precedent për të mbyllur nuk e di se çfarë më pas. Pra, një herë që u bë, ne mund të marrim dhe të mbyllim shumë gjëra të tjera më mbrapa. Kështu që paka shumë jemi dakord, por nuk e mendoj aq të thjeshtë. Sigurisht kemi këtu dhe unë në njohuritë e mia politike janë të pakta, pra në përgjithësi dëgjoj, por duke parë që kemi vetëm vende aziatike ekstreme, të cilët kanë mbyllje të tillë. Dhe duke parë gjithë vendet europiane të cilët kanë bërë ndalime të përdorimit të kësaj platforme në pajisjet qeveritare, pra ku qeveria është pronar i pajisjes dhe nuk e kanë bërë për mbrojtjen e fëmijëve të atyre që i kanë, por e kanë bërë për problemin e sigurisë së dhënave, sigurisë kombëtare kështu me radhë, ne të renditemi në këtë frontin tjetër nuk është normale. Mbyllja do të bëhet në 99% të rasteve, me aq sa unë tani e kuptoj dhe nga mënyra e deklarimit, me anë të marrëdhënies ose më saktë bashkëpunimit vazhdueshëm me platformën. Platforma do të ndalojë ato që ne i quajmë adresa IP të atyre që ne i quajmë sisteme autonome, pra shqiptare që dihet që janë në Shqipëri, dhe nga këto IP nuk do të jetë mundur që ti ta aksesosh. Sigurisht, me anë të këtyre teknikave që u diskutuan, VPN e kështu të tjera, sigurisht do të jetë mundur. Përmes celularit, përmes një smartphone-i? Nëpërmjet çfarë do bëj pajisje? Pra çdo device ka këtë mundësi. VPN-ja është, më shpjegoje? VPN-ja në gjuhën teknike është dhënia e mundësisë së krijimit një rrjeti virtual që quhet pra, i cili të jep ty mundësinë për këtë rastin që të dukesh sikur ti nuk je në Shqipëri, por je duke ardhur, i shkon TikTokut, jo më nga Shqipëria, po i shkon TikTokut nga Italia ku kjo gjë lejohet. Pra ti lidhet, celulari jot lidhet me një server në Itali dhe nga Italia pastaj kërkesa jote për këtë TikToku nuk vjen më nga Shqipëria, TikToku nuk ka një filtr për Italinë dhe faqja do hapet. Po unë kam sërish emrin tim aty? Apo s'duhet kemë emrin tim? TikToku deri tani nuk